Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 15 tetor të 2025. Duket se ka të bëjnë shumë në lidhje me ndikime shumë të mëdha kjo ditë, duket se afërdita nga peshorja formon një trekëndësh me Pluton në New York. Ky kënd rrit nevojën tonë për lidhje të reja, çështje pune, karriere, stabilizime, familje, lëvizje të rëndësishme. Megjithatë, ne duam që të ecim përpara, të bëjmë ndë lidhim punën me ndikimin e math ekonomik. Kjo do të thotë marrëdhënie që mund të çojnë dhe të drejt ndikimeve të mëdha dhe mundësive të arta që vijnë. Megjithatë, nëse jemi në një marrëdhënie të shëndetshme, atëherë ky kënd na bën që neve të përfundojmë një herë mirë në çështjet e punës sonë, dashurisë sonë dhe çështjeve ekonomiko-financiare. Ndikojnë pozitivisht shenjat e ajrit, binjakët, peshorja ujori, si dhe ata që kanë datëlindje në 10 ditën e parë ose ascendente, pra në lindurit në 3 ditët e para ose në 10 ditën e fundit të shenjës së tyre. Ka ndikime shumë të mira, mundësitë dhe arta nëse neve duam të ecim përpara, duam të kemi diçka që neve na jep mundësi, për shembull na ndihmon në këtë drejtim. Për juve që keni udhëtime ose gjëra të natyrës që jam në dyshje të shkoj apo mos shkoj, mirë është të bëni telefonat më përpara, pastaj të niseni. Tani pa humbur kohë, pas të fillojmë parashkimin